është Shqipëria që deshi Ismail Gjemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu. Kryeministri Edi Rama në balinën e pasqyrës ku sheh veten, mund të ketë momente frike, deri në panik. Po i ndodh diçka mes pasigurisë dhe paranojës, duke zbuluar armiq kudo, edhe aty ku nuk ka. Një prej tyre mendon se e ka gjetur. Është ish-ministrja e tij më jetë shkurtër, e madhja Eliza Spiropali. Ndaj saj, e nisi me kritika të hapura në sytë e kolegëve socialist. Më pas, i lajmëroi largimin nga detyra e ministres për Europën dhe punët e jashtme, ndërsa njëkohësisht ja bëri zemrën mal Belinda Ballukut. Nga ana e saj, Spiropali u kundërpërgjigj duke mos marrë pjesë në votimin në parlament që rrëzonte kërkesën e SPAK për arrestimin e Ballukut. Një histori e mjaftueshme që kryeministri ta kthej në makth personal. Inati i Spiropalit nuk kaloi lehtë, duke qenë vendosur të lëshojnë sinjale publike. Rama tashmë po hakmerret nga fakti që ai realisht po beson se brenda Partisë Socialiste ka grupe armiqësore dhe një prej atyre që po ngre krye është Eliza Spiropali. Në mbledhjen më të fundit, Spiropali u pa në fund të sallës, e veçuar duke ndezur konfliktin në disa raste mes tyre. Ndërsa po raportonte drejtuesja e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Spiropali më shohet se i ka thënë asaj: "Pak më shumë respekt për deputetët, mos na fol ashtu se jemi deputet." Në atë moment, ka reaguar kryeministri Edi Rama, i cili është drejtuar Spiropalit me tone të ashpra. "Ti mos e hap gojen fare. Ti njëherë mos fol fare, të paktën në prezencën time." Figura e Spiropalit në politik erdhi në rritje, në një vend ku merita matet këdo kryeministri. Eliza ngjiti shpejt shkallët, duke qenë adhuruesja e tij më e madhe. Por çfarë ka ndodhur që Rama sot e sheh si rrezik? Eliza nuk ka ndryshuar, por ai që është tjetërsuar është vetë kreu i qeverisë, i cili kërkon të fshijë gjithkënd që mendon se nuk mendon si ai. Spiropali ishte krye diplomatja e vendit dhe ju desh të dëgjojë të vërtetën që mendon Europa për Ramën. Kjo është një paranojë që Rama tashmë e ka të qartë se ajo di atë që nuk duhet ta dinte. Paranoja, si veti e njerëzve në dukje të shumë pushtetshëm, është tashmë edhe individëve autoritar që kërkojnë të shkelin çdo mizë që dyshojnë se një ditë do bëhet dem.